jemi shqiptar. Ne jemi ai populli i cili popull e pranoi Islamin. Neve na ngjajnë vetëm disa popull në pak për ka pranimin e Islamit. Neve nuk na ngjajnë disa popull për ka pranimin e Islamit. Neve na ngjajnë populli i Malezisë për ka pranimin e Islamit, populli i Indonezisë për ka pranimin e Islamit. Neve na ngjajnë popujt e Afrikës së mesme, ata të Nigerisë atje. Neve na ngjajnë për ka pranimin e Islamit ato popujt e largësive ku s'ka mrisht ushtria islame kurrë, atje ku fjala një herë e folën me të parën e pranuar. Ne jemi të kësaj kategorie. Neve na kanë mësuar që prej Kaveriu se ne pas kemi pranuar Islamin me dajak. Pra shqiptarët që kanë musliman të dajakut. E pastaj sigur shka mësum darwinizmin gabim, sigur shka mësum sendet qera gabim, sigur shka mësum majmunizmin gabim, e kemi mësus i gabim se edhe Islamin e kemi pranuar, ashtu që të kanë mësu se gabim e kemi pranuar. Unë do t'ju sjell një argument shumë të thjeshtë, të cilin e kam thonë me një tribun në mesin e vëllezërve të mi në Kosovë. Ne shqiptarë, ju do të marrni prej sot në këtë, sepse kja është argumenti i pëllohatshëm shkencor bindës edhe heshtës. Ju gjithmonë të mbani në atë, me qenë se shqiptarët jetojnë në Ballkan, në brendin e Ballkanit. Ata janë zemra e Ballkanit. Është vërtet se ato janë zemra edhe mushknit edhe palca e Ballkanit. Ato janë edhe njëjtën kohë truni i Ballkanit. Trumë më të pastër se atyre në Ballkan nuk shihet edhe nuk do të ketë nëse nuk jetë kështu i freskët dhe ne nuk tërbullojnë qerët. Të nderuar të mi sot në sallë këtu, me qenë se shqiptarët e kanë pranuar Islamin me dhunë, e vlijat e parë në Ballkan do të ishin bullgarët. Sepse Islami ka ato ka ardhur. Ati parin kanë kalu ata. E pastaj Maqedonët edhe qerë me radhë e kojshitën tonë, ata do të ishin musliman para nesh. Mirë po, numër 1, nësë jemi musliman prej Turqelive, nësë jemi musliman prej Osmanlive, përveç se me madhësirë, me numrin e madhë absolut, neve kemi pranu Islamin në shekullin 8 të erason. Ati 800 vjet pas Isa a.s. 200 e disa vjet mas dekës së Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ne kemi populli jonë fillon me pranu Islamin. Nga tregtarët që ka dalë me shit Islam në Zarë, në Dubrovnik, në Tivar, në Vlorë, në Durrës, nga këto skele, nga këto limane detare, edhe ne pra kemi qua që nga kultura jonë. Neve ne kemi dërgua që nga kultura jonë asaj kohë në qytetin e Tarablusit, në qytetin e Jafës, në qytetin e Bejrutit, në qytetin e Porsaidit, në qytetin e Iskenderijës. Atje ata njerëz që janë taku me njerëz të tonë në ndrimin e sendeve kulturore tregtare, na lama që diçka ato pronën të na. Shqiptarët janë të parat që kanë pranuar Islamin nga vetia e lartë që e kishin për ta kuptuar më një herë fjalën e urtë dhe fjalën e drejtë. Si ka ardhur deri te kjo? Të nderuar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ai që ne për ta jemi të buar sot këtu, ai ka thënë me një hadis të vetin kështu: Lejse al-muslimu men salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Musliman është ai që njerëzit janë të lirë nga goja dhe dora e tij. Këta mendja shëndosh e refuzon e pranon. Këta mësime kanë mritë na. Këto janë mësimet për që kemi pranuar në Islamin. Musliman është ai që njerëzia është e lirë nga dora dhe goja e tij. Ka thonë, musliman është ai që i don qetrin atë që ja don vetës. Këta shqiptarët kanë pas petnie të lartë me pranu, kurse tjerët po e bajnë kështu tash. Nëse dojnë me ditë kush janë shqiptarët dhe kush janë qerët për rreth. Tash po çomi prej kësaj sallë si jemi kështu. Edhe po shkojmë për shembull në Nish. Edhe atje po thojmë kështu: musliman është ai i cili njerëzia është e lirë nga dora dhe goja e tij. A ka atje kush e kupton çka po folim? Asnjë. Unë këta kur e tham nuk e tham për të nënshmu një popull, po e tham këta se kjo fjalë qarkullon që 600 vjet këtu për s'pat kush me kuptu. Nuk pat kush me kuptu. Në fshatin Ramanli, atje ku jetoj unë, a dritarja e xhamisë po i shihen e ka ortodoks. Dritarja e xhamisë në Oborrën e ku shihet ortodoks, ai asnjëherë se ka pasë çka po folet. Ai kur s'kan dëgjuar se çka po bëhet. Asnjëherë se din çka është diskutu, sepse për t'i kuptuar vlerat e një fjalës së vërtet duhet me ia fal diçka, duhet me i fal diçka asaj fjale. Neve faktikisht Islami na ka thirrë që 3 sende të cilet na i posedojmë t'i falim fjalës së vërtet. Ne shqiptarët e kemi bërë këta, për këta jemi muslimanë. Cilat janë ato 3 sende që ne i kemi fal ato fjalës së vërtet. 3 komponenta, 3 sende i posedon njeriu, të 3 e dojnë ushqim, të 3 ushqim veç e veç.
a njeriu posedon trunin me të cilin duhet ta ushqen me ushqim të veçantë, ai posedon zemrën, don ushqimin e veçantë dhe ai posedon pastaj barkun i cili duhet të ushqehet me ushqime të veçanta. Ushqimi i barkut të njeriu është ajo që njeriu duhet të hanë nga prodhimet të toksore me kusht që të jenë halal. Ushqimi i zemrës së trunit të njeriu është ushqimi në shkollë. Ajo don vetëm dituri dhe çetërsen nuk njeh, por ajo don dituri të vërtetë të bazuar në argumente shkencore, të cilat argumente mas luhatën prej atij që ti të mësosh. Këtë e don truni i njeriu, kurse zemra don ushqimin e vet. Ushqimi i zemrës është besimi në Allahun e vërtetë. Nëse këta s'ja ke dhënë këtë ushqim zemrës, njënën e ke ushqi, qetrën e ke lanë unë. Nëse i ke fri barkun, pra ti mund të bash 200 kg, por në kokë mund të jesh si ajo karikatura, të cilën e paraqiti një karikaturist shumë i bukur modest, kur bani një njeri para dirëve të universitetit me bark të madh kaq, por kokën e kishte sa grushti. Pasi që ai kaloi kadera universitetit 4 vjet, andej universitetit e vizatoi karikaturisti me një bark të zbehur shumë kokën kaq. Çka ka bërë në fakultet ai? Në fakultet ai rriti kokën me argumente, ka ushqit trunin mirë. Shkollimi islami ka ardhur për të ushqit trunin me dituri, të argumenteve në baza shkencore. Ai erdhi neve që na tregon çka më ngrën dhe erdhi neve që të na ushqen zemrën në besim. Të dashur të mi prezent, Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shanu prej neve këto 3 instrumente madhore që na ka falë, na ka porosit që ti përdorim mirë. Të mos i kesh përdorim, ata me sheku janë kesh përdor. Po flasë edhe njëherë për shqiptarët në lidhe me 3 komponente që i fola: zemra, truni dhe barku. 100 vjet me radhë, prej vitit 1900 deri tash, 105 vjet me radhë është i vetmi popull në botë, edhe unë nuk jam këto për t'i dhanë popullin tim komplimente, sepse ai meriton edhe kritika, por unë s'jam për ata këtu, jam për t'a thanë hakun, jam për t'a thanë të vërtetën, si gjithë ata që kanë folë para me edhe ata që do të folin. Këti populli ju kanë thënë 1750 minare për një orë, prej ora 12 deri ora 1. Këti populli ju kanë thënë për një datë prej datave 218 minare me gjithë xhamit me një kohë prej kohave. Këti populli me një kohë prej kohave ju kanë thënë 57 minare, ajo ishte shumë frikë. Këti populli ju kanë mbledh 650.000 sofra. 650.000 sofra prej shtëpive dhe ju kanë djegë në zjarë, sepse kjo na qenë nga kulturë islame e ju duhet të hanin tavolinë për të bërë më moderne, për të bërë si qelën. Këto kejni ka ndodhë t'i populli më në fund, a i tash po e thejë rezanin, a i tash po e falë gjumar, a i tash po e formon kuvendet, a i tash shka po formon mbi gjitha këto sende, a i po e formon shtetin e vetë, po e formon shtetin e quajtur Kosovë. Unë thras që unë thras gjithë popullin tim ka është, që të kuptohemi shkurt, drejt dhe qartë. Ata politikanë që kanë thënë, shqiptarët janë i vetmi shtet, i vetmi popull, nëse e bajnë Kosovën shtet, dhe të ngjalli një problem të ri, se s'pas ka askun në botë një kom t'i shtete. Ju kemi thënë gjithë njerëzve, në botë ka 22 shtete një kom. Filloni prej Mauritanisë deri në Bagdad, 22 shtete arab, një kombë dhe një fe. Mund të jenë shqiptarë të shtete, nuk prish pun fare. Një kombë të shtete, ato mund të jenë 3 shtete, s'prish pun fare. Ju kemi thënë njerëzve kështu. Faktorit ndërkombëtar faktikisht, edhe me këtë ndoshta pe për mbyllim, që mos marrim kohë. I kemi thënë faktorit ndërkombëtar, njerëzve më eminent të faktorit ndërkombëtar. Në bisedat që na zhvillojmë me ta, ndihmone Kosovën, ndihem të vërtet që të bëhet shtet i pavarur. Ku i ngjan Kosova shtet i pavarur? Ku i ngjajnë orvatjet e Kosovës që të bëhen shtet i pavarur për momentin kur ku i ngjajnë ato? Ata i ngjajnë njeriu që ka ardhur prej udhës së lartë edhe para dera shtëpisë vet për disa metra, as lodh aq. Ki njeri a meriton të ndihmohet apo meriton të shkelet? Ati që po hinë në shtëpinë e vetë edhe disa metra i kanë metë. Kosovës i kanë metë edhe disa metra për me hinë në shtëpinë e vetë. Pra ndaj duhet të ndihmohet seriosisht që të hinë në shtëpinë e vetë.
Kosova nuk ka nevojë me u sulmu. Kosova do të sulmohet, po nisi me hinë shtëpinë e huj. Pra kush hinë shtëpinë e vetë duhet me ndimu. Ke dini jonë, kjo feja jonë, neve ka ardhë pazamentalisht që të jetë të mësime të shpërndajmë gjemëve, të dimë se Islami është feja qetësisë, Islami është paqja, Islami është njerëzia, Islami është strukturimi i njerëzve me ndjenja dhe ndjenjeve të bukura, të cilat nuk kanë të shkelur asnjëherë, të cilat nuk kanë të vdekur asnjëherë. Ne jemi ata edhe njëherë për fund i nderuar i kryetar i Bashkisë Islame të Kosovës, që përshëndesim edhe njëherë të gjithëve së bashku me përshëndetjen më hinore, me përshëndetjen më të kompletuar. Selamullahi aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh, paqja, mëshira, begatit, mirësit, forcit edhe të mirë.